Burrat shqiptar dhe kërkimi I mamës tek gruaja, një pasqyrë filozofike mbi një gabim të trashëguar. Një nga paradokset më të mëdha të shoqërisë shqiptare moderne është raporti I burrit me gruan. Shumë burra, edhe kur pretendojnë të jenë të pavarur, të fortë e të zotë, në thellësi të shpirtit kërkojnë tek gruaja jo një partnere të barabartë, por një nën të dy. Një figurë që të kujdeset për ta, t'u laj rrobat, t'u gatuaj, t'i qortoj kur gabojnë dhe madje t'i falë siç bën një nën me djalin e saj. Ky fenomen, që shpesh shfaqet I maskuar si dashuri tradicionale, është në fakt një formë pavlefshmërie emocionale dhe një barë e rëndë që I imponohet grave. Në vend që gruaja të shihet si bashkëshorte, shoqe, aleate e barabartë në jetë, ajo përfundon duke u trajtuar si kujdestare. Rrënjët e problemit. Kultura patriarkale. Në familjet shqiptare, djemt shpesh rriten me bindjen se janë mbretër të shtëpisë, ndërsa nënat I rrethojnë me kujdes dhe sakrifica. Ky model, I ngulitur që në fëmijëri, bëhet pritshmëri për çdo grua që hyn në jetën e tyre. Mungesa e edukimit emocional. Burrat nuk mësohen të shprehin ndjenja, të përballen me dobësitë ose të menaxhojnë frustrimet. Ata I bartin të gjitha këto te gruaja, duke e shndërruar atë në psikologen falas të përditshmërisë së tyre. Frika nga barazia. Një partneritet I barabartë do të thotë përgjegjësi të ndara. Por shumë burra e shmangin këtë, sepse është më e thjeshtë të kesh dikë që kujdeset për gjithçka, sesa të marrësh barën e përbashkët. Pasojat në marrëdhënie. Gruaja lodhet. Asnjë grua nuk ka lindur për të qenë mama e burrit. Ajo ka nevojë për partneritet, jo për të edukuar burrin e vet. Stagnim emocional. Burri që kërkon nënën tek gruaja nuk rritet kurrë si individ. Ai ngelet peng I infantilizmit të vet. Marrëdhënie të dështuara. Kur një grua refuzon të luajë rolin e mamas, burri shpesh e quan e ftohtë, e fortë ose jo grua e mirë. Por problemi është tek pritshmëria e gabuar, jo tek ajo. Një leksion filozofik. Filozofia na mëson se liria vjen vetëm nga përgjegjësia. Burri që kërkon një mama tek gruaja është I burgosur I fëmijërisë së vet, I paftë të marrë përgjegjësinë e një jete të përbashkët. Gruaja, në këtë lojë të pabarabartë, humbet individualitetin e saj dhe reduktohet në funksione utilitare. Një marrëdhënie e shëndetshme lind vetëm kur burri sheh tek gruaja një ty të barabartë, jo një nën që duhet ta edukoj, as një shërbëtore që duhet ta kënaqë, por një qenie njerëzore me të cilën ndan barën dhe bukurinë e jetës. Nëse burri shqiptar nuk arrin të shkëputet nga kërkimi I një mame tek gruaja, ai do të mbetet gjithmonë fëmijë në trupin e një të rrituri. Dhe një shoqëri e mbushur me fëmijë që spranojnë të rriten, është një shoqëri e dënuar të ecë në vend numero. Gruaja nuk është nën e dytë, as shërbëtore, as terapiste falas. Ajo është gjysma tjetër e njeriut, bashkëudhëtarja që I jep kuptim jetës. Vetëm kur burri të heqë dorë nga kërkimi I një prindi tek partnerja dhe ta shohë atë si të barabartë, atëherë edhe dashuria, edhe martesa, edhe vetë shoqëria do të ngrihen nga hiri I zakoneve primitive drejt një qytetërimi të denjë. Sepse burrëria e vërtet nuk është të kërkosh një nën, por të bëhesh një njeri I lirë, I përgjegjshëm dhe I aftë të dashurosh në barazi. Vetëm atëherë, shqiptarët do të mësojnë se dashuria nuk është varësi por madhështi.